Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror informativ këtu në ABC News. Zbulohet strategjia se si Sali Berisha po kërkon teknikisht realizoj kërkesën e tij për përsëritjen e zgjedhjeve, duke kontestuar rezultatin e çdo qarkus apo komisioni qendror zgjedhor e bën tabelën zyrtare. Kreu i Partisë Demokratike e ka nisur me Kuksin edhe pse është nga 3 qarqet e vetme ku ai fitoi. Por për te shqetësimit për vjedhje votash, kjo është e vetmja mënyrë se si Berisha të shtyjë debatin për dorëheqjen e tij pas humbjes të cilën refuzon ta njohë. Partia Demokratike ka filluar nga Kuksi kërkesën për ripërsëritjen e zgjedhjeve të 11 majit, ndonse Kuksi ishte i vetmi qark që e fitoi bindshëm me rezultat, duke marrë 2 mandate. Partia Demokratike kërkon pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe ripërsëritjen e tyre. Sipas kërkesës së Selis Blu të depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në Kukës, ashtu si në qarqet e tjera, ka patur shitblerje votash, përdorim të administratës zgjedhore dhe patronazhist, apo manipulim të votës së diasporës. Por kjo kërkesë shfaq qëllimin e Sali Berishës për të mos pranuar humbjen e 11 majit. 2 ditë më parë ai zbuloi se kërkesa e radhës e tij janë qeveria teknike dhe zgjedhjet e reja, madje duke djegur dhe rezultatet ku PD arriti të fitojë në qarqet Kukës, Shkodër e Lezhë. Këto kërkesa pritet të jenë të njëjta dhe për çdo qark tjetër. Specifikisht për Elbasanin, Partia Demokratike ka kërkuar në KQZ ekspertizë të veçantë për rastin e Pekishtit për 10 flet votime të gjetura në një lokal që për demokratët janë një tren bullgar. Kur kanë kaluar 2 javë nga zgjedhjet, Sali Berisha nuk pranon asnjë rezultat të dalë nga 11 maj, ashtu siç nuk pranon as të dorëhiqet për humbjen. Integrimi në Bashkimin Evropian është prioriteti i mandatit të 4 të qeverisë shqiptare. Premtimin që e shoqëroi gjatë gjithë fushatës, kryeministri Rama e quan ëndër të ershme të shqiptarëve, ndërsa përgjegjësinë e vonesës ja lë problemeve të brendshme të Bashkimit Evropian. Rama e konsideron të trisht që dritarja e Unionit u hap vetëm pas agresionit rus në Ukrainë. I pyetur për vizionin e tij për vendin, Rama thotë se preferon më mirë një Itali se sa një Zvicër të re në Ballkan. Integrimi në Bashkimin Evropian mbetet objektivi kryesor i mandatit të 4 për kryeministrin Edi Rama. Në një intervistë dhënë për organizatorin e forumit ekonomik që u mbajt në Shqipëri, Rama tha se tashmë është hapur dritarja mundësisë për të bërë një shtet antar i Bashkimit Evropian. Tani që flasim 3 gjërat kryesore për ne janë BE-ja. Dritarja mundësisë është e hapur. Është shumë e trisht që na duhej Putini që kjo dritarja mundësie të hapej, sepse ishte agresioni i tij kundër Ukrainës që i zgjoi të gjithë nga gjumi dhe e ktheu në veprim mesazhin për herë shumë të qartë, por vetëm me fjalë se një ditë Europa do të jetë e bashkuar. Unë shpresoj që edhe zgjedhja e Donald Trumpit do të shtyjë Europën të kthejë në veprim me gjërat e duhura. Nëse ne ja dalim, atëherë 4 mandate do t'ja kem lejtur. Për kreun e qeverisë, vonesa e integrimit të Shqipërisë lidhet edhe me problemet e brendshme të Bashkimit Evropian. Një nga problemet që shoh tek Bashkimi Evropian, vështirësia e daljes me një vendim pasi ka shumë mjek për një pacient që hahen me njëri tjetrin për gjetur diagnozën. Hahen se cili është mjekimi i duhur dhe në një farë mënyrë Bashkimi Evropian po vua nga ky proces demokratik, por nga ana tjetër i duhet padyshim të ruajë demokracinë. Sidoqoftë, thelbi i kësaj është që Bashkimi Evropian duhet mendojë se mënyra e vetme për t'u bërë ballë fuqive që po dalin në pa dhe këtij rendi të ri që po lind është që të bëjë të pamendueshme për të thyer fuqishëm paragjykimet që janë krijuar. Për kryesocialistin një tjetër objektiv është edhe transformimi i Shqipërisë në një Itali të re. Para së gjithash u tremba pak kur thatë Zvicra e re, sepse nga njëra anë ne mendoj nuk arrim dot të bëhemi të përsosur si një orë zviceriane dhe nga ana tjetër po të bëheshim të tillë, atëherë Shqipëria do të ishte tmerrsisht e mërzitshme. Unë do të preferoja një Itali të re, ku gjen mundësi, ku gjen kënaqësinë e mikpritjes, të ushqimit, po ku nuk e humbet buzëqeshjen. Ndër të tjera, kryeministri Rama identifikoi energjinë, inovacionin dhe turizmin si sektor kyç për investime në vendin tonë, ndërsa vuri theksin në projekte në zhvillim në energjinë e rinovueshme dhe parqe teknologjike. Shqipëria është një mundësi e mirë për të pritur investimet amerikane. Gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Begaj ftoi investitorët amerikanë ta shohin Shqipërinë si një mundësi investimi në turizëm dhe në teknologji. Kreu i shtetit u takua me zëvendës sekretarin e shtetit Christopher Landau. Begaj vlerësoi ndihmën e dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për reformimin e drejtësisë si dhe transformimin e forcave të armatosura.
Presidenti Bajram Begaj ka zhvilluar një vizitë në Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku është takuar me zëvendës sekretarin e shtetit Christopher Landau. Kreu i shtetit shqiptar vlerësoi partneritetin dhe ndihmën e dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në kryerjen e reformës në drejtësi dhe sundimit të ligjit, si dhe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me fokus të veçantë në sigurinë kibernetike. Jemi mirënjohës për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë demokratizimit, transformimit dhe modernizimit të forcave tona të armatosura dhe në mënyrë të veçantë reformimit historik të sistemit të drejtësisë. Pjesë anëtare NATO-s do të thotë marrë është përgjegjësi dhe Shqipëria është e përkushtuar në përmbushjen e tyre. Presidenti nënvizoi se Shqipëria mbetet një mundësi e mirë për të thithur më shumë investime amerikane. Ne ftojmë investitorët amerikanë pasi Shqipëria ofron mundësi investimi në turizëm, infrastrukturë strategjike, teknologji dhe siguri kibernetike. Po ashtu ne inkurajojmë kompanitë e Shteteve të Bashkuara të investojnë në sektor strategjik të ekonomisë shqiptare. Projektet e Shteteve të Bashkuara, siç janë ato në energjinë rinovueshme apo transformimin digjital, krijojnë mundësi punësimi dhe modernizojnë ekonominë shqiptare. Për sa i përket bashkëpunimit rajonal, presidenti Bajram Begaj vlerësoi rolin e rëndësishëm që Shtetet e Bashkuara kanë luajtur dhe vijojnë të luajnë në rajon. Të gjitha prokurorit e vendit janë depozituar 107 kallëzime për zgjedhjet, nga të cilat hetimi ka nisur për 47 prej tyre. Prokuroria e përgjithshme bën bilancin për krimet zgjedhore, ku 6 raste janë referuar në SPAK, ndërsa kanë rënë në pranga 7 persona. Numrin më të lartë të kallëzimeve e ka Prokuroria e Dibrës me 17 raste. Prokuroria e përgjithshme ka bërë bilancin e krimeve zgjedhore që janë referuar dhe regjistruar në të gjitha prokuroritë e vendit. Deri më tani rezulton se janë regjistruar në total 107 kallëzime, nga të cilat hetimi ka nisur vetëm për 47 raste për krime në fushën e zgjedhjeve, ndërsa për këto vepra penale janë arrestuar në flagrancë 7 persona. Numri më të lartë të çështjeve të referuara deri më tani e ka Prokuroria e Dibrës me 17 të tilla, teksa pasohet nga Fieri me 10 raste, ndërsa numri më të madh të kallëzimeve në prokurori e kanë kryer oficerët e policive gjyqësore me 64 të tilla, ndërsa 17 raste janë transferuar nga SPAK për kompetencë. 11 të tjera janë nisur kryesisht, ndërsa 9 nga subjekte politike. Gjithashtu rezulton se 6 raste janë sinjalizuar nga qytetarët që janë drejtuar me kallëzim prokurorive. Në lidhje me kallëzimet penale të regjistruara është vendosur mosfillim për 16 prej tyre. Nga ana tjetër, Prokuroria e Posaçme në janar të këtij viti ngriti një strukturë të veçantë për hetimin e krimeve zgjedhore. Struktura qendrore u drejtua nga drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani, ndërsa u përfshi dhe prokurorët e posaçëm që monitoruan procesin në terren në 12 qarqe të vendit, bashkë me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Dëron jetë në spital një shtetas italian të martën. Ai kishte bërë një ndërhyrje në një klinikë dentare në Tiranë, ndërsa 2 ditë më vonë janë shfaqur komplikacione derisa sot ka humbur jetën. Italiani vuante nga tumori në mbëlqi, por mjekut i kishte fshehur sëmundjen. Mjeku dentist është marrë në pyetje, ndërsa pritet autopsia për të zbuluar shkakun e vdekjes së 63 vjeçarit. Një 63 vjeçar italian identifikuar si Daniele Simone ka ndëruar jetë mëngjesin e 24 majit në një spital në Tiranë. Ai kishte ardhur pak kohë më parë në Tiranë dhe më datën 20 të këtij muaji ka kryer një mbushje të një dhëmbi në një klinikë dentare te rruga e Kosovarëve dhe më pas ka rregulluar dhe 3 të tjerë. Pas 2 ditësh, pra në datën 22 të këtij muaji, ai ka shkuar në spital dhe gjendja e tij shëndetësore nuk ka qenë e mirë, derisa sot ka ndëruar jetë, por sipas burimeve shkak dyshohet të jetë bërë një sëmundje që vonte italiani. Ai ishte me tumor në mbëlqi. Ky dyshohet se është shkaku paraprak i vdekjes. Trupi i pajeti 63 vjeçarit italian Daniele Simone i është nështruar një ekspertize mjekoligjore, e cila do të vendos përfundimisht shkakun e vdekjes së tij. Sipas burimeve nga komisariati numër 2, mjeku është marrë në pyetje dhe ka deklaruar se ndërhyrjet e 4 dhëmbëve tek shtetasi italian kanë shkuar shumë mirë dhe pa problem. Mëtej mjeku ka shtuar se e ka pyetur 63 vjeçarin italian nëse vuan nga ndonjë sëmundje, por ky i fundit e ka mohuar. Madje mjeku ka vënë në dispozicion të efektive dhe pamjet filmike brenda klinikës dentare. Momentin kur e ka pyetur 63 vjeçarin në lidhje me problemet shëndetësore, por ai është shprehur se nuk ka asnjë sëmundje. Teksa çështja ka kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore, pritet tashmë dhe rezultati i ekspertizës mjekoligjore të trupit të pajetë të 63 vjeçarit italian Daniele Simone.
Policia greke ka goditur një rjetë të trafikimit të qenieve njerëzore. Në pranga kanë rënë 23 persona, mes tyre edhe kreu i grupit. Janë sekuestruar 3.700 pasaporta të falsifikuara dhe mbi 50.000 euro. Në shtetin fqinj janë zbuluar 4 laborator për prodhimin e tyre, kryesisht pasaporta shqiptare dhe greke. Grupi kryente trafik të palishëm e migrantësh në rrugë toksore nga Shqipëria, por edhe me anije bregdetare. Policia greke ka goditur një rjetë të trafikimit të qenieve njerëzore duke vënë në pranga 23 persona. Grupi transportonte klandestin nga Shqipëria përmes tokës dhe detit. Në anijen e përdorur për këtë rast ishte përshtatur një kabinë e posaçme për të fshehur njerëzit. Në kuadër të operacionit Kerberos, policia greke ka sekuestruar 3.700 pasaporta dhe karta identiteti të vendeve të ndryshme, të falsifikuara dhe 50.000 euro kesh. Ndërkohë ka zbuluar të paktën 4 laborator ku prodhoheshin dokumente falso, kryesisht shqiptare dhe greke. Sipas mediave greke, në pranga ka rënë dhe kreu i grupit. Ai kishte ngritur laborator brenda një apartamenti në zonën e banesave të punëtorëve të Peristerit në Athinë. Gjatë kontrolleve në apartamente, policia gjeti çanta me pasaporta falso, sirtar me pulla dhe zarfe me para. Media greke shkruan se rjeti ishte i përfshirë në më shumë se 500 raste të trafikut të palishëm të klandestinëve, duke fituar një total prej të paktën 4 milion euro. Bie në pranga në Tiranë i shumë kërkuarit turk Umit Onxhu. Në kërkim nga Turqia, 24 vjeçari akuzohet për vrasje, bandë kriminale dhe trafikim narkotikësh. Ai është një emër i njohur për autoritetet në Ankara, pasi është kreu i një organizate kriminale. Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët në Turqi për të ekstraduar 24 vjeçari. Kreu i një organizate kriminale në Turqi, Umit Onxhu, i akuzuar për disa vepra të rënda penale ndërtohet tentativë vrasje, është vënë në pranga në Tiranë. Efektivët vënë në pranga shtetasin turk pasi ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pas bashkëpunimeve mes autoriteteve turke dhe atyre shqiptare u bë mundur lokalizimi dhe arrestimi i tij. Sipas hetimeve ka rezultuar se prokuroria e Izmirit ka lëshuar urdhër arresti për këtë person dhe akuzon për disa vepra të rënda penale, si tentativë vrasje, krim të organizatës kriminale dhe falsifikim të dokumentave, por dhe heqje të palishme të lirisë, ndërsa gjykata e lartë po në Turqi i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për posedim dhe trafikim të lëndëve narkotike. Teksa 44 vjeçari, Umit Onxhu, është arrestuar, ka nisur tashmë procedurat dhe pritet ekstradimi i tij drejt shtetit turk, aty ku do të përballet dhe me akuzat që rëndojnë mbi të. Dronet kanë zbuluar në Thuman një ser që kultivonte kanabis. Policia e Krujës ka rënë në gjurmët e saj pas kontrollit të teritorit nga toka dhe ajri dhe policia ka vënë në pranga Florian Aliun, 28 vjeç banues në Thuman, të cilin e ka kapur duke u kujdesur për bimët narkotike. Kanabisi, sipas policisë, u dogj. 28 vjeçari ishte në kërkim nga uniformat blu, pasi gjykata e Tiranës i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. 3 fëmijë janë paraqitur në urgjencën e spitalit të Gramshit me simptomat e elmimit, diare dhe të vjella dhe sipas analizave paraprake ata kanë rezultuar pozitiv me salmonel. Fëmijët e moshës 4 deri në 4 vjeç kishin konsumuar ushqim në një kopësht shtetëror të Gramshtit. Sipas burimeve për ABC News, fëmijët janë elmuar nga ushqimi që kanë konsumuar ditën e njëjtë në datë 22 maj. Vetëm pas denoncimit të njërit nga familjarët këtë të shtunë, u zbulua analiza e njërit prej 3 fëmijëve i cili rezultoi pozitiv me salmonel. 2 fëmijët e tjerë janë ende në pritje të analizës dhe konfirmimit apo jo të diagnozës së njëjtë dhe pranisë së bakterit. ABC News ka mësuar se në këtë kopsht ushqimi mundsoi nëpërmjet shërbimit të jashtëm catering. Deri më tani, autoritetet nuk kanë nisur një hetim dhe institucionet nuk kanë reaguar mbi ngjarjen. Pas humbjes Berishës, i cili kishte kërcënuar mbylljen e tij të ershme, është rihapur tuneli Llogaras për qarkullimin e automjeteve pasi mbylljeje disa mujore për shkak punimesh. Qytetarë të shumtë kaluan që në orët e para të mëngjesit nëpërmjet tunelit, duke shmangur kështu kthesat e Llogaras, të cilat Berisha do t'i kishte lënë si alternative vetme për të shkuar drejt bregut të jugut. Tuneli jo vetëm do të lehtësoj trafikun, por do të shkurtoj edhe kohën e udhëtimit, Dukat Palas nga 30 minuta në 7 minuta.
Lëvizja e makinave do të jetë pa pagesë deri në muajin shtator. Rinis qarkullimi i automjeteve nëpërmjet tunelit të Llogaras. Ky tunel është një nga investimet më të rëndësishme duke shkurtuar ndjeshëm distancën drejt jugut të vendit dhe duke i dhënë një tjetër hovë turizmit me një gjatësi prej 6 kilometrash dhe lartësi 4.8 metra. Tuneli i Llogaras është vlerësuar për impaktin pozitiv jo vetëm nga qytetarët vendes, por edhe nga turistë huaj. Qarkullimi i automjeteve do të jetë pa pagesë deri në datën 15 shtator, ndërsa nuk do të lejohet lëvizja mjeteve me tonazh të rënd. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Na pëlqen shumë këtu. Natyra, ushqimi, kaluam nëpërmjet tunelit dhe gjithçka ishte e këndshme. Të merrte shumë kohë Llogara, përveç se është shumë e bukur, por që është një zgjidhje më e shpejtë. Na kupton, na rreth një orë. Ndërkohë që është edhe pa pagesë. Jemi shumë të kënaqur. Jemi shumë të kënaqur. Tuneli është hera e parë. Biesh i kënaqur? Ja ta shoh. Një mundësi shumë e mirë si për ne të shtetit Shqipërisë, po ashtu edhe turistët dhe është goxha gjë mirë, jemi shumë të kënaqur. Unë gëzon një fakt se Shqipëria çdo ditë e më shumë po zhvillohet. Edhe hera e parë që kaloj kësaj rrugë jam i fascinuar. Goxha më shkërton vetëm kthesa andaj që të mendosh. Bëni shpesh për punë biznesi? Po, për punë, shpesh. Edhe sa morëm lajmin dje tham shqyr. Në tunel në gatishmëri do të qëndrojë edhe shërbimi zjarfikës. Luan Kapaj, shefi i këtij shërbimi, konfirmon se do të monitorojnë qarkullimin 24 orë. Monitoruar tunelin Llogarasit non-stop 24 orë, tjetë në masa të sigurta për mbrojtje nga zjarri dhe çdo lloj incidenti të ndryshëm që mund të ndodhi brenda tunelit të Llogarasit. Efektivi i shërbimit zjarfikës është i kompletuar me mjete, me pajisje, me veshje të domosdoshme për në hyrje në çdo lloj situate që mund ndodhi brenda këtij tuneli. Tuneli i Llogaras mbetet një nga investimet më të rëndësishme në jug të vendit, tashmë i hapur për automjetet, ndërsa do të ketë impakt pozitiv për turizmin pasi shkurton ndjeshëm distancën. Në një nga sulmet më të rënda, Rusia ka vrarë 13 persona dhe ka plagosur 56 të tjerë në disa qytete të Ukrainës. Kremlini sulmoi Kievin me 14 raketa balistike dhe 250 dron, por pavarësisht luftimeve intensive, palët vijuan me shkëmbimin e të burgosurve të luftës dhe nga ana tjetër presidenti Volodymyr Zelenski tha se tashmë është e qartë se kush nuk e do paqen. Sulmet brutale të ushtrisë ruse kanë vrarë të paktën 13 persona në të gjithë Ukrainën, ndërsa kanë plagosur më shumë se 56 të tjerë. 15 prej të plagosurve ishin në Kiev, kryeqytetin e Ukrainës, i cili u godit nga 250 dronë dhe 14 raketa balistike. Kievi zyrtar thot se forcat e tyre kanë rrëzuar 6 raketa dhe 245 nga dronet e lëshuar, por megjithatë, disa prej tyre kanë shkaktuar zjarr dhe shkatrime në ndërtesa banimi dhe biznese. Pamjet nga vendodhet e sulmuara treguan makina të djegura, rënoja dhe kaos në rrugët e Kievit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski përmes një postimi në rrjetin social X përshkroi natën si të vështirë, duke shtuar se me çdo sulm të tillë bota bindet gjithnjë më shumë se shkaku i zgjatjes së luftës qëndron në Moskë. Zelenski ka theksuar se vetëm me sanksione shtesë kundër sektorëve kyç të ekonomisë ruse mund të detyrojë Moskën të pranojë një armpushim. Pavarësisht sulmeve të kësaj të shtuna, Rusia dhe Ukraina vijuan me zbatimin e marrëveshjes së arritur mes tyre në Stamboll për lirimin e 1000 burgosurve të luftës nga secila palë. Në fazën e dytë të kësaj të shtune, Moska dhe Kievi liruan nga 307 burgosur lufte secila. Të premten, Rusia dhe Ukraina liruan 390 burgosur lufte, ndërsa të dielën pritet lirohen 303 burgosur lufte nga secila palë, ku përfshihen trupa ushtarak si dhe civil të pafajshëm. Një sulm izraelit ka vrarë 9 fëmijët e një mjekeje në Gaza. Ata ishin streuar në banesën e tyre, ndërsa të mbjetuarit e vetëm janë bashorti dhe fëmija 11 vjeçar. Tragedia ka tërhequr vëmendjen e mbar botës, ndërsa ushtria izraelite deklaroi se synimi i sulmit ishin objektivat terrorista. Një tragjedi e fortë njerëzore në Gaza ka tërhequr vëmendjen e mbar botës. Media britanike BBC raportoi këtë të shtunë se si pasojë e një sulmi izraelit në Khan Yunis, një doktoreshe e cila punon në spitalin e këtij qyteti humbi tragjikisht 9 nga 10 fëmijët e saj. Lajmi u konfirmua nga spitali Nasser ku punonte doktoresh Ala Al-Najjar.
Spitali njoftoi se të vetmit të mbijetuar të sulmit ishin bashkëshorti i doktoreshës dhe djali i saj 11 vjeçar, i cili u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Mjekët thonë se gjendja shëndetësore e të dyve mbetet tetë e rëndë. Një kirurg britanik i cili punon si vullnetar në rripin e Gazës tha se situata ishte e paimagjinueshme për doktoreshën e cila priste informacion për gjendjen e djalit të saj 11 vjeçar. Pamjet nga vendngjarjet konfirmuara nga media britanike BBC treguan ekipet e emergjencave civile që nxorrën trupat e djegur të fëmijëve nga shtëpia e tyre në Khan Yunis. Vrasja e 9 fëmijëve të mjekës palestineze vjen pasi ushtria izraelite njoftoi këtë shtunë se kishte goditur mbi 100 objektiva terroriste në rripin e Gazës për gjatë 24 orëve të fundit. Ministria palestineze e shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas tha se të paktën 74 persona ishin vrarë për gjatë orëve të fundit. Zhbllokohen ndihmat humanitare në Gaza. Palestinezët vrapojnë për të siguruar një vakt të varur tërësisht nga bamirësia, ata thonë se luftojnë çdo ditë për të gjetur ushqim. Ndjekim disa prej historive të tyre. Pas një blokade 11 javore të ndihmave humanitare në rripin e Gazës, civilët e pafajshëm të zhvendosur në të gjithë enklavën kanë filluar të marrin vaktet e para të ngrohta të ushqimit. Në qytetin e Gazës, qytetarët të cilët kanë rrethuar një kuzhinë portative vrapojnë dhe shtyhen me njëri tjetrin me frikën se ushqimi do të mbarojë. Umimad Afif, një zonjë e cila pret në radhë me tenxhere në duar, thotë se civilët palestinez janë të varur nga bamirësia dhe se kushtet në të cilat po jetojnë janë përtej çnjerëzores. Shumë njerëz të cilët janë zhvendosur këtu nuk po marrin dot asnjë vakt ushqimor, sepse ndihmat janë të pamjaftueshme. Jemi të varur nga bamirësia dhe më vjen të qaj kur mendoj çdo ditë se nuk kam me çfarë të ushqej fëmijët. Më parë ishim në shtëpi tona, nuk e ndjenim urinë, nuk e di çfarë është kjo jetë që po jetojmë. Nihad Abu Kosh, një punonjës bamirësie i zhvendosur nga qyteti Rafah në qytetin e Gazës për shkak të luftimeve, thotë se ka mbrëmje kur shkon duar bosh tek fëmijët e tij pasi ushqimi që ata administrojnë nuk mjafton për të ushqyer të gjithë civilët. Ne jemi punonjës bamirësie këtu, jemi të varur nga e gjithë kjo. Kthehemi në shtëpitë tona njësoj si njerëzit e tjerë. Në 2 ditët e fundit, pavarësisht ardhjes së ndihmave, ushqimi nuk ka mjaftuar. Jam kthyer duar bosh tek fëmijët e mi sepse më duhet ushqeja njerëzit që kishin disa ditë pa ngrënë. Luftimet intensive në rripin e Gazës pasi Izraeli njoftoi pushtimin e të gjithë enklavës kanë krijuar pasiguri në rrugët e shpërndarjes së ndihmave humanitare. Programi botëror i ushqimit nga Kombet e Bashkuara, i cili thotë se rripi i Gazës është në një uri të tejskajshme, deklaroi se 15 kamion me ndihma u vodhën të premten nga grupe ende të paidentifikuara. Izraeli ka akuzuar Hamas se është ai që qëndron pas vjedhjes së ushqimit për civilët e pafajshëm. Zyrtarët amerikanë dhe iranian thonë se ka pasur përparimet kufizuara në bisedimet mes Washingtonit dhe Teheranin mbi programin bërthamor iranian. Por gjatë raundit të 5 bisedimeve që u mbajt në Rom, Irani paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se do të mbajnë përgjegjësi nëse Izraeli do të bombardojë objektivat e tyre bërthamore. Irani dhe Shtetet e Bashkuara përfunduan në orët e vona të së premtes raundin e 5 të bisedimeve mes tyre në Rom me ndihmën e ndërmjetësuesve nga Omani mbi çështjen e ndjeshme të programit bërthamor që po zhvillon Teherani. Megjithse të dyja palët vazhduan të mbajnë qëndrime të forta publike mbi pasurimin e uraniumit, sinjale se ka pasur përparime të kufizuara nga këto bisedime janë raportuar për mediat ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm iranian deklaroi për televizionin shtetëror se bisedimet ishin ndër më profesionale deri tani dhe theksoi se ka një rrugë të arsyeshme përpara. Ne shprehëm qartë pozicionin e Iranit. Vetë fakti që ndodhemi në një rrugë të arsyeshme është një shenjë përparimi, tha ai. Sipas tij, disa propozimet paraqitura nga Omani do të shqyrtohen në qendrat vendimmarrëse përkatëse dhe një raund i ri bisedimesh do të caktohet së shpejti. Një zyrtar i lartë amerikan tha se bisedimet zgjatën mbi 2 orë dhe përfshin takime të drejtë për drejta dhe të tërthorta. Bisedimet janë ende konstruktive, kemi bërë përparime të mëtejshme, por ka ende punë për të bërë, tha ai, duke falendëruar Omanin për rolin ndërmjetësues. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon të kufizojë kapacitetin e Iranit për të prodhuar armë bërthamore, duke parë këtë si një kërcënim potencial për rajonin dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç është Izraeli. Ndërkohë Irani dëshiron të heqë sanksionet e rënda që po dëmtojnë ekonominë e tij të bazuara në naftë. Megjithatë, Teherani refuzon të dorëzojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar apo të hyjë në bisedime për programin e tij të raketave balistike. Këto mbeten ndër pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshjeje. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka quajtur kërkesën amerikane për ndalimin e pasurimit të uraniumit si të tepërt dhe të papranueshme, duke paralajmëruar se bisedimet nuk do të sjellin rezultate nëse Shtetet e Bashkuara nuk lëshojnë pe.
Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të pranojnë një program civil energjetik për Iranin, por jo me të drejtë për të pasuruar uraniumin, një kompromis që sipas tij nuk do të jetë i lehtë. Sipas burimeve diplomatike, përfaqësues të lartë të inteligjencës izraelite dhe Ministrisë për çështjet strategjike ndodheshin po ashtu në Rom të premten për konsultime me delegacionin amerikan. Raportohet se Irani ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ata do të ishin përgjegjës ligjor nëse Izraeli do të ndërmerrte ndonjë sulm ndaj objektiveve të tyre bërthamore. Danimarka arrit moshën e daljes në pension duke e çuar në 70 vjeç deri në vitin 2040. Vendimi e bën vendin evropian me moshën më të lartë të daljes në pension dhe reforma ka shkaktuar pakënaqësi duke nxitur protesta në Kopenhagen. Sindikatat e konsiderojnë të padrejtë, ndërsa qeveria ka thënë se do të rishikojë vendimin. Parlamenti danes ka miratuar një ligj që parashikon rritjen graduale të moshës së daljes në pension nga 67 vjeç që është aktualisht në 70 vjeç deri në vitin 2040. Vendimi i Kopenhagës zyrtare bën Danimarkën vendin evropian me moshën më të lartë të daljes në pension. Sipas ligjit, mosha do të rritet në 68 vjeç në vitin 2030, 69 në vitin 2035 dhe 70 vjeç për ata që kanë lindur pas 31 dhjetorit të vitit 1970. Kjo reformë ka nxitur protesta, veçanërisht nga sindikatat, të cilat e quajtën vendimin të padrejtë. Kryeministri Mette Frederiksen ka deklaruar se mekanizmi që e lidh moshën e pensionit me jetëgjatësinë do të rishqyrtohet. Mosha e daljes në pension është një temë e ndjeshme në Evropë, me jetëgjatësinë më të lartë dhe deficite buxhetore që e shtyn çdo brez të punojë më gjatë se paraardhësi i tij. Si rezultat, vendimi i Danimarkës për të pasur moshën më të lartë të daljes në pension bie disi në kundërshtim me reputacionin e saj si një shtet nordik jashtëzakonisht i begat dhe i rehatshëm. Në Suedin fqinja e përfitimet e pensioneve mund të kërkohen ende nga qytetarët që në moshën 63 vjeç. Në Francë pati protesta dhe trazira masive kur qeveria Emmanuel Macron vendosi një ligj që rriti moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Në Mbretërinë e Bashkuar ata që kanë lindur midis viteve 1955 dhe 1960 në përgjithësi fillojnë të marrin pensionin e tyre në moshën 66 vjeç, por pragu rritet gradualisht për ata që kanë lindur pas vitit 1960. Presidenti Amerikan Donald Trump pret në shtëpinë e bardhë një familje shqiptare. Një nismë e dedikuar fëmijëve me aftësi ndryshe, presidenti Amerikan e konsideroi familjen shqiptare një shembull frymëzimi. Trump i dhuroi fëmijës si monedhë simbolike presidenciale si kujtim nga Washingtoni. Në kuadër të një nisme humanitare nga Fondacioni Make-A-Wish në Shtetet e Bashkuara, një nismë kjo dedikuar fëmijëve me aftësi ndryshe, presidenti amerikan Donald Trump ka pritur në shtëpinë e bardhë familjen shqiptare Xhaferri. Në takimin emocional, i cili ishte kërkuar nga djaloshi i vogël, i cili qëndronte në karrige me rrota, presidenti amerikan shprehu një vlerësim të veçantë për të, duke i quajtur një shembull real frymëzimi. Në një moment prekës, Trump i dhuron atij një monedhë simbolike presidenciale, si kujtimi i këtij takimi të paharrueshëm në zemër të Washingtonit. Mos e humb këtë shok, u shpreh presidenti duke i buzëqeshur djalit, i cili e pranoi dhuratën i emocionuar. Së bashku me të në shtëpinë e bardhë ishin edhe prindrit e tij, vëllai dhe motra e tij. Nëna prezantoi presidentin amerikan Donald Trump me vajzën e saj Ellen, e cila përqafoi vllain e saj që qëndronte në karrike me rrota, duke i thënë presidentit se e donte shumë atë dhe sa ai ishte më i miri. Shtëpia muze e Ismail Kadares është kthyer në një nga atraksionet më të vizituara në Tiranë. Brenda saj ndodhen librat, fotografitë dhe shumë kujtime të shkrimtarit të njohur bashkë me familjen e tij. Pjesa më e madhe e vizitorëve janë të huaj, të cilët shfaqin interes se ku ka jetuar shkrimtari shqiptar i përkthyer në 45 gjuhë të botës, i ndar nga jeta një vit më parë. Të jetosh do të thotë të lësh gjurmë dhe Ismail Kadare i la gjurmët e tij. Me këtë shënim njihen fillimisht vizitorët në shtëpinë e shkrimtarit të njohur, e cila ndodhet në një pallat në qendër të Tiranës pranë rrugës së Dibrës. Kjo shtëpi është një nga atraksionet më të frekuentuara të kryeqytetit. Në shtëpinë muze kanë mbetur të paprekura orendit, librat, fotografitë me bashkëshorten dhe vajzat, revista në gjuhën frënge e ruse, botimet e vjetra dhe të gjitha kujtimet e shkrimtarit të madh.
një nga këndet më të veçanta të shtëpisë ku jetoi gjatë diktaturës Ismail Kadare është kjo hapësirë ku ruhen shënimet dhe kujtimet e shkrimtarit. Në këtë blog, Ismail Kadare ka shënuar emrat e vajzave ruse që ka njohur gjatë kohës kur studionte në Moskë. Galia, Tanja, Marina, Tanja, dy Tanja. Nga janari deri në prill të këtij viti, 5206 vizitorë janë regjistruar në shtëpinë e Kadares. Pjesa më e madhe e tyre janë të huaj. Kanë interes të shohin nga afër hapësirën ku ka jetuar shkrimtari shqiptar i përkthyer në 45 gjuhë të botës. Unë jam nga Stambolli. Kjo shtëpi e shkrimtarit është ndalesa jone e parë për ditën e sotme. Të shohësh të gjithë librat dhe të mësosh për jetën e tij është vërtet diçka e rrallë. Të shohësh fotot, udhëtimet e tij dhe gjithashtu Oxhakun dhe vendin ku ai shkruante librat. Është interesante ta shohësh nga afër, sepse mund ta imagjinoj aty ulur duke shkruar libra. Jam nga Suedia, ndodhem në Shqipëri për herë të parë. Kjo shtëpi është shumë interesante, duket është ruajtur pothuajse ashtu siç ka qenë, kur shkrimtari dhe familja e tij jetonin këtu. Edhe kjo e bën të ndihesh më afër se sa thjesht një muze me objekte të rastësishme. Për këta dy të rinj, Ismail Kadare nuk është emër i padëgjuar dhe teksta ndodhen në Tiranë, nuk mund të largoheshin pa parë nga afër shtëpinë e shkrimtarit, që i la një pasuri të paçmuar letrare jo vetëm Shqipërisë. Po, kam dëgjuar, por nuk isha shumë informacion të detajuar. Tani jam informuar, kështu që kam më shumë njohuri për të, jetën që ka bërë dhe krijimtarinë që ka lënë pas. Nga këndvështrimi im, Shqipëria gjithmonë më është dukur si një vend i mbyllur në të kaluarën. Prandaj është interesante të shohësh persona që kanë pasur një pasaportë diplomatike, që kanë pasur mundësi të udhtojnë, të shohin botën jashtë dhe në një farë mënyre ta përfaqësojnë Shqipërinë në botë. Çdo ditë shtëpia e studio e Kadares është plot me vizitorë të grup moshave të ndryshme. Pëllum Bisheva thotë se emocionet i ka të njëjta çdo herë që viziton këtë banesë. Pjesa kryesore e cila të bën përshtypje është pjesa e vështirësisë të shkruarit apo të mendimit të lirë gjatë kohës së komunizmit. Mjeshtria në të cilën Kadareja për shembull mundi që të shkruante veprat e tij në asaj kohë është një diçka e cila me të vërtetë të frymëzon. Interes për vizitorët së fundmi në shtëpinë e Kadares ka tërhequr edhe ekspozita kushtuar Max Velos me punën e tij si arkitekt dhe pjesë të dosjes, ku një ndër akuzat për burgosin e tij ishte pikërisht kjo godinë. Oxhaku pranë së cilit Ismail Kadare rrinte dhe shkruante, si dhe dera e madhe e dhomës së ndenjes, të projektuara nga Max Velo, regjimi cilësoi element borgjez. Po shikonim edhe pjesën kryesore, kemi edhe Max Velon, i cili ishte një ndër arkitektët të cilin ndërtoi edhe godinën të cilën ndodheshim. Po flisim gjithashtu për pjesën e internimit dhe çfarë ndodhej për ata të cilët kishin pra një qasje tjetër, pra një botë kuptim më të madh. Shtëpia Muzei Ismail Kadares nuk ofron vetëm historinë letrare të një prej kolozëve të letrave shqipe, por të jep gjithashtu ndjesinë e Tiranës së dikurshme, që ata të cilët e jetuan e kanë në kujtime. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale dhe po në koreale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Këtu kemi ardhur në fund të edicionit qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.